është respektuar afati, mirë po nuk mund të shqiptoj një sankcion gjykata kushtetuese me qenë se nuk është legjislator pozitiv. Në rast se kjo ndodh, ka disa variante se si mund të merret vendimi. Përfshirë konstatimi i shkeljes nga Dehari, por edhe nga vetëvendosja që nuk bëri propozimin për kryekuvendar, derisa nuk përjashtohet as mundësia e dhënies së kohës shtesë, por as kreti kundërta, përcaktimi i votimeve të reja. Pjesën e mbetur ku deputetët nuk kanë mundur ta ushtrojnë mandatin, t'ja japin si kohë shtesë. Pra kjo është një prej opsioneve. Dyta është gjithë 120 deputetët nuk kanë arritur që ta jetësojnë mandatin e qytetarëve, e rrjedhimisht mandati t'u kthehet po qytetarëve sërish, duke gjetur një shteg drejt caktimit të datës së re të zgjedhjeve. Nga kushtetuesja nuk ishte bërë e ditur se cila është pasoja nëse deputetët nuk e konstituojnë kuvendin brenda afatit. Edhe kur po pritet pra t'jenë edhe 3 ore 12 minuta, kur është paraparë që brenda afateve kushtetuese të mbahet seansa për konstituimin e kuvendit nga legislatura e 11, nuk ka shenja se lëvizja vetëvendosje do të jetë në tutje, për shkak se kryesuesi i saj rastësishëm, zoti Dehari, ka ftuar një seancë të re të kuvendit të Kosovës për në orën 11 nesër. Pra në ditën e shtunë, si pas subjekteve politike ish opozitare, që të gjitha kanë reaguar duke thënë se kjo është jo kushtetuese dhe se lëvizja vetëvendosje është duke uzurpuar edhe këtë pozitë të kuvendit, duke mos i lejuar që deputetët të zgjedhur të vazhdojnë me konstituimin e kuvendit dhe punët e tyre. Ka pasur edhe konferenca shtypje dhe prononcime, ishte një konferencë shtypje e kryetarit të grupit parlamentar të AK-s, zotit Besnik Tahiri, i cili ka paralajmëruar se janë duke u mbledhur në nënshkrimet që të mbahet sonte një seancë nga ata që do të pranojnë të jenë aty prezent, kurse pritet që kjo edhe të konfirmohet nga subjektet e tjera, shumë shpejt pritet që edhe shefja grupit parlamentar të LDK, zonja Jehona Lushaku Sadriu, të parasitet në një konferencë për media, të cilën ne sigurisht se do ta përcjellim kur do që të filloj. Për diskutuar për mënyrat se çka po shohim, a është dashur që megjithatë të ketë tentativa që të mbahet seanca sonte, se çka do të ndodhë nëse vazhdohet nesër ose vazhdohet me seanca çdo 48 orësha, do të marrin pjesë edhe subjektet e tjera nesër në seancën e thirrur nga zoti Dehari. Pse dështoj edhe takimi sotëm i kryetarit të LDK-s, zotit Abdigjiku me zotin Kurti, pse nuk i shkua në takim edhe një herë pas ftesa zoti Hamza i PDK-s dhe zoti Gjini, dhe për një ftesë të dytë që i ka shkuar sonte zotit Hamza, ku zoti Kurti i propozon që PDK-ja ta marrë pozitën e kryeparlamentarit në mënyrë që të siguroj prezencën në sallë në kohën kur do të votohet për presidentin. Për gjitha këto kam ftuar sonte në studio zonin Valdete Daka, mirëseardhët zotin Raman Pasarizi, mirëseardhët zotin Shkumbin Kajtazi, po kemi atë Kajtazin tjetër shpesh, mos t'ju përzi. Zoti Labinot Balaj sonte me ne, mirëseardhët zoti Nazim Mehmeti, avokati, mirëseardhët, si dhe njësi i politikave zoti Milazim Koci. Po filloj me ju, zonja Daka, pra a ka afat tjetër përveç këtij afati të sotëm? Shiqo Adriatik, jo vetëm që nuk ka afat tjetër, po kjo është afati i vetëm kushtetues, dhe si afat kushtetues nuk mund të ndryshohet, as nuk mund të zgjatet, as nuk mund të shkurtohet, sepse është i parapar me kushtetut dhe është po ashtu edhe aktgjykimi i gjykatës kushtetuese, i cili e përcakton edhe më qartë e thjeshtëson dhe tregon qartazi, edhe pse edhe në kushtetut është shumë dispozit apo normë juridike e cila është e qartë dhe nuk ka nevojë për ndonjë interpretim dhe nuk duhesh me qenë as jurist me kuptu që Kuvendi i Republikës së Kosovës duhet të konstituohet në afat prej 30 ditësh nga dita e certifikimit të rezultateve zgjedhore. Pati një reagim nga zoti Murati, ministri i Financave, në detyrë, i cili edhe po merr pjesë në ato takime të zotit Kurti, duke thënë se pse s'reaguan më herët kur nuk konstituoi kuvendi për shumë e shumë herë, kurse tash po reagojnë edhe partitë ish opozitare dhe siç e ka futur ai në thonjza analistët për këtë shtyrje që po bëhet.
Unë nuk e A di... janë situata që krahasohen? Unë nuk e di kur këllohet që të t'i kalohet ky afat, po mendoj nuk muj me u kujtu, po gjithsesi këto janë afate kushtetuese, edhe në qoftë se kanë ndodhur në të kaluarën, unë nuk e di, nuk muj tash me siguri me thënë a ka ndodhur ndonjëherë ajo, me sa kujtohet nuk ka ndodhur, po gjithsesi me që tash është vu në pah ky afat, duhet të respektohet. Dhe çdo gjë mbi këtë është jo kushtetuese. Seanca e nesërme për mu është seancë jo kushtetuese. Seanca e nesërme është seancë jo kushtetuese. Jo kushtetuese sepse mbahet pas afatit 30 ditor. Kjo është sikur në gjykatë. I kemi këto edhe avokatin. Në qoftë se ti e humb afatin për ankesë, hudhet poshtë. Edhe pse ka filluar seanca dje dhe nuk është s'ka lidhje, ajo nuk vlen këtu, ajo vlen për seancat e rregullta pasi që të konstituohet kuvendi. Atëherë mundemi mi pas ato afatet 48 me vazhdu pas 48 deri në 48 orë, të cilat i parasheh rregulloria e kuvendit, por në këtë rast flasim për konstituim të kuvendit, jo për seanca të rregullta të një kuvendi të konstituar. Do të thonë ne nuk kemi kuvend të konstituar, po kemi tentativ për konstituim të kuvendit. Dhe ajo tentativ ka dështu dje me vetë faktin që është ty seanca pa kuptim dhe tash është caktu për një datë e cila e te i kalon atë 30 ditëshin. Mira, ashtu si s'paralajmërova, pra është mbajtur konferenca shtypit të zonjës Jehona Sadriu Lushaku dhe do ta kemi prononcimin që e ka bërë ajo duke u lidhur me gazetarën tonë që e ka përcjellur. Është ndrita, besoj e kemi në linë. Po në fakt ne po jo flasim këto pikërisht nga hapësirat e jashtme të kuvendit të Republikës, ku veç pak minuta më parë, pra në fakt para gazetarëve foli deputetja nga Lidhja Demokratike Jehona Lushaku, e cila theksoi se ka një thirrje për një seancë të jashtëzakonshme pikërisht sonte. Pra ajo theksoi se si grup parlamentar i Lidhjes Demokratike kërkojnë që seanca konstituive për konstituimin e kuvendit të mbahet sonte dhe jo nesër, ashtu dhe siç është vepruar nga kryesuesi i kësaj seance, deputeti i Lëvizjes dhe Javni Dahari për ditën e nesërme paradite. Aja theksoi se kjo është kushtetuese, ndaj diçka e tillë s'duhet të lejohet, andaj edhe si deputet të Lidhjes Demokratike tha që do të qëndrojnë brenda kuvendit dhe do të presin në fakt për të parë se çfarë do të veprohet tutje, por që theksoi se çdo mekanizëm do të shfrytëzohet. E njëjta në fakt kur u pyet se nëse kjo seancë, të cilën këta po kërkojnë, nuk do të thirret sonte dhe nëse lëndën do ta dërgojnë në gjykatën kushtetuese, aja theksoi se tash për tash flasim veç për veprimet aktuale, pasi janë në pritje dhe po shikojnë nëse partia në pushtet do të vije siç tham për të parë nëse do të mbahet seanca sonte. Vlen theksohet se pikërisht edhe një kërkesë të tillë për mbajtjen e një seance pikërisht nga ora 10:30 ka pasur edhe Aleanca, të njëjtit po ashtu kanë mbajtur një konferencë për media më herët dhe kanë theksuar se kërkesën tashmë veç se kanë adresuar, derisa siç ka thënë edhe nënkryetari i kësaj partie Besnik Tahiri, janë në pritje për të parë se si do të shkojnë procedurat tutje, por që në fakt siç ka bërë me dije, nëse diçka e tillë do të jetë parasysh, ata dhe do të nisin mbledhjen e nënshkrimeve që si parti ta thirrin vetë seancën, me qenë se po huan se seanca nesërme është për mbytje e rendit kushtetues, ndaj edhe nuk duhet të lejohet diçka e tillë. Vjen theksohet se pikërisht edhe lidhur me këto zhvillime politike, aktualisht edhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike është duke mbajtur takim, cilin e kanë filluar gati një orë më parë, derisa ende nuk ka diçka konkrete se çfarë do të veprojnë edhe si parti politike, por që në fakt jemi në pritje të deklarimit të tyre. Faleminderit për këto informacione, natyrisht se do të presim edhe kur dalim për të prononcuar nga Partia Demokratike e Kosovës dhe të na shpjegojnë se cilat janë hapa që ata vlerësojnë se duhet ndjekur, teksa pra potencova se ka pasur edhe një letër të dytë të zotit Kurti drejtuar kësaj partie, kryetarit të saj zotit Hamza, ku i bën ofertë të drejt për drejt, pra tashmë të njëjtën që ja kishte ofruar Lidhjes Demokratike të Kosovës, ja ofron edhe Partisë Demokratike të Kosovës për të pasur postin e kryetarit.
të kuvendit, ndonë se PDK-s nuk i ka ofruar edhe poste ministrore, si shkishte bërë edhe me LDK-n. Po kaloj të ju, zoti Mehmeti, pra, lidhur me seancën e nesërme dhe tentativat për mbajtjen e seance të sonte. Mbetet shihet nuk kemi një përgjigje nga lëvizja vetëvendosje, e cila është përgjigje zyrtare, përmenda një status në rrjetin social Facebook që ka bërë zoti Hekuran Morati, i cili ishte në takime me zotin Kurti, ku çuditet sipas tij me atë që po diskutohet pse po shkohet në këtë mënyrë nga lëvizja vetëvendosje dhe nga zoti Dehari. Cilat janë shkeljet sipas jush që po i shohim? Po, Adriatik e tha edhe kryetarja, gjyqtarja, është gjyqtarja nderuar, në respektuar se do të sonte në ora 12, domthonë s'ka dhënë afati i kushtetshmërisë saj për këtë çështje së mbajtjes së mbledhjes së sonte. Çdo veprim, çdo tentativë, çdo mbajtje e mbledhjes konsiderohet në 12 minuta jashtëafashme dhe çdo veprim konsiderohet nul, domthonë nuk ka efekt juridik, për shkak se mund të atakon çdo deputet, çdo grup parlamentar, i cili në gjykatë kushtetuese shumë lehtë mund të vlerëson mbajtjen e mbledhjes, çdo organizimi i brendshëm që vadet, çdo vendimi që del ato, çdo aleancë, çdo koalicioni që mund mirret atë, çdo kryetari i kuvend apo kryeminist apo presidenti nëse zgjidhet, është jashtë kushtetuese dhe jashtë e afashme, do thotë, veprimet e tilla e nula, domethënë është e kot nëse 12 minutë mbahet mbledhja. Çdo veprim, çdo mundësi që e ka parlamenti, deputet e Republikës Kosovës, të cilët janë të certifikuar dhe të zgjedhur, do thotë deri në ora 12 mund mbahet Çka dallon kjo herë me herën kur pra e kemi parë që nuk ishin votat për zonjën Albulena Haxhiu, pastaj edhe për disa kandidatë të tjerë të lëvizjes vetëvendosje dhe mbaheshin seancat çdo 4-8 orë. Në vazhdimsi, do thotë. Ata kanë përdorur në vazhdimsi për arsye se e kanë pas një mundësi tillë, po tash e kanë një afat të strikt nga gjykata kushtetuese, e cila e kanë frizuar vakumin asaj periudhe, tash nuk mund të ikë asaj çështje. Se tash ka një gjykim gjykatës kushtetuese. Gjykatë kushtetuese e përcakton 30 ditëshin. Më herët domethënë nuk e ka pas strikt 30 ditëshin, tash e tutje ka afat domethënë që cilën nuk guxon të shkelet në asnjë mënyrë. Dhe ju po thoni që nesër, nëse pra siç është thirrë mbledhet kuvendi në orën 11, votohet për kryesinë e kuvendit, ai është jashtëligjshëm. Është nul, jo, jashtëligjshëm, ose çdo deputet i cili atakon në veprim tillë në kodat e kuvendit, kushtetuesa ka më thonë nul jashtëafashme ka qenë. Çka ndodh pastaj? Cilët janë hapat? Tash jemi në situatë shumë të vështirë soi për këtë çështje. Kosova ashtu e përjeton një ndër tronditjet që nga pas